në përgjithësi, problemi më i madh kur njerëzit kërkojnë me parashiku fatin, qoftë në fallë, qoftë në letra tarot, qoftë në horoskop, është thjesht në një farë mënyrë mungesa e vetëbesimit. Edhe atëherë kërkojnë atë pjesë mungesës vetëbesimit, edhe thjesht nuk mund m'ia pranu vetës, po jashtë paraqiten edhe prezantohen si persona që kanë një vetëbesim shumë të madh, e krijojnë një mbështjes rreth vetës, tu imponu tjerëve se kanë shumë besim, ndërsa në fakt përmendja janë shumë të brisht, edhe shumë të ndishëm. Dhe atë vetëbesim që dojnë me pasqyru për jashtë. Përmenda është një mungesë, ashtu që ka nevojë për një mbështetje, për një shtytje, për një diçka. Qysh janë kriju këta herojt si Superman, masandej njeriu Marimange, krejt ka qenë nevoja për me ardhur disa ndryshime, se neve na mungon një guxim, një vetëbesim i duhur. Kur jemi me një vetëbesim tult, atëherë edhe vetvlerësimi është në një shkallë tult, edhe shpresojmë se do të vjen një superfuqi e cila do t'i zgjedh edhe ta ankohen presin.